Sekretariati për procedurat, votimet dhe etikën u mlodh sot për shqyrtuar kërkesën e një grupi deputetësh të Partisë Socialiste për marrjen e masës disiplinore për jashtim me 60 ditë nga punimet e komisionit dhe të kuvendit ndaj deputetit Agron Sheh, që është njëkohësisht edhe kryetari i Partisë Mundësia. Rasti i Shehajt është rasti i përsëritur. Sekretariati për procedurat, votimet dhe etikën edhe herë të tjera ka marrë masa disiplinore ndaj deputetit Agron Sheh. Rasti i djeshëm, në vlerësimin ton si sekretariat, pjesa e majorancës, sepse votimi u nda 4-3, e nda u vota e sekretarit, sepse ju e dini tashmë që në sekretariat ne jemi me numër të barabartë votash, 3 majoranca, 3 opozita, por vota e sekretarit, që në rastin konkret jam unë, ndan votimin 4-3. Rasti është i paprecedent. Nuk ka ndodhur ndonjëherë, të paktën për mua si sekretar, në kaq vite që jam deputet në Kuvendin e Shqipërisë, ku të jetë fshirë vija e respektit reciprok ndërmjet deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë, por dhe stafeve që na mundsojnë të ushtrojmë funksionet tona si deputet. Ishte shumë i qartë deklarimi i kryetarit të Kuvendit dje, që dokumenti është konfidencial dhe deputetët ftohen ta lexojnë sipas rregullave të përcaktuara në sallën Gerti Bogdani. Çka do të thotë se cili prej deputetëve kundrejt nënshkrimit të deklaratës konfidencialitetit e merr atë dokument, ulet dhe e lexon në atë sallë dhe përsëri ia dorëzon dokumentin punonjëse së ngarkuar me këtë detyrë, që në rastin konkret zonja ishte edhe këshilltare e Komisionit të Sigurisë në dijenin time, e ngarkuar me atë detyrë dhe lexon dokumentin dhe e len aty. Zoti Shehaj e pa gjithë publikisht, e mori dokumentin, e nxori jashtë sallës Gerti Bogdani, po përsëri brenda mjediseve të Kuvendit. Ama deklarimi publik i kryetarit të Kuvendit ishte që kjo marrëveshje do të lexohet në sallën Gerti Bogdani. Pastaj i keni parë të gjitha ato pamje, sepse ka një lidhje shkak pasojë, të gjitha ato pamje të rënda, që mua s'më mbetet gjë tjetër vetëm se t'i uroj punonjëses tonë, këshilltares tonë, që dje u lëndua nga ky veprim, shërim sa më të shpejt dhe sinqerisht uroj që kjo të mos ndodh më të jetë rasti i parë dhe i fundit ku shkelet kjo vijë respekti, sepse në fundit vërtet deputetët janë zgjedhur nga populli për të ushtruar funksionet e tyre, por çdo nënpunës publik i këtij shteti kryen dhe ai një detyrë ligjore që ja ka ngarkuar ligji. Çfarë ndodhi me referimin në SPAK, zoti Manja? Mund na sqaroni se jemi të qartë për përjashtimin. Elementet e veprës penale nuk janë nëse elementet e veprës penale nuk janë në tagrin e këtij sekretariati. Jeni pjesë e grupit parlamentar të Partisë Socialiste dhe keni informacion. Ata i takojnë hetimit. Në dijenin time do të ketë një referim të kallëzimit ndaj deputetit Agron Shehaj në organet e hetimit dhe të ndjekjes penale, dhe të gjitha elementet e tjera që kanë të bëjnë me shkeljen e konfidencialitetit, me nxjerrjen e dokumentit jashtë asaj salle ku u përcaktua publikisht nga kryetari i Kuvendit për t'u lexuar, por edhe me veprimet që pasuan pastaj nxjerrjen e këtij dokumenti, i takon organit hetimit që t'i zbardhe. Sekretariati e konsideron të mbyllur punën me këtë masë disiplinore, e cila duhet theksohet që hyn në fuqi dhe do t'i shtrij efektet e veta me rifillimin e sesionit parlamentar të vjeshtës. Pse nuk hyn ditën e sotme, janë 6 ditë kalendarike? Sepse Kuvendi konsiderohet i mbyllur në periudhën e gushtit. Është deri në 31 korrik rregulloria e Kuvendit, po ka afatët e ankimit. 48 orë nga sot është dita e martë deri ditën e 9. Do të llogaritën saktësisht ditët kur veprimtaria e Kuvendit është e mbyllur. Ato ka sekretari do të bëj për llogaritë. Pra qëllimi juaj është ta lini zotin Shehaj më shumë kohë jashtë parlamentit? Nuk është qëllimi jon, e ka rregulloria e Kuvendit e nderuar. Rregulloren e Kuvendit e kanë miratuar me konsensus 140 deputetët e Kuvendit të Republikës Shqipërisë në seancat e pak më përparshme. Nuk e thot sekretari i sekretariatit, e thot rregulloria e Kuvendit të Shqipërisë, që është libri i rregullave të bashkëjetesës tonë Kuvendit të Shqipërisë. Shumë faleminderit.